Arrestohet ish-drejtori i paraburgimit në Vlorë. Ish-drejtori i paraburgimit të Vlorës Zambak Gjoni ndodhet në burg i arrestuar që prej 2 ditësh. Masa e sigurisë arrest me burg është konfirmuar këtë të premte nga GKK, edhe pse arrestimi i tij është veshur me mister. SPAK dhe policia nuk kanë dhënë njoftim mbi këtë rast dhe mbrojtja e të arrestuarit shpreh të rezervuar për të dhënë detaje. Mësohet se për dosjen ndaj Zambak Gjonit ka vendim mos publikimi, fakt që i jep më shumë rëndësi arrestimit të tij. Kujtojmë se Zambak Gjoni vitin e kaluar denoncoi ministrin aktual të brendshëm, Ervin Hoxha, për shpërdorim detyre lidhur me një ndërtim pa leje. Ai pretendonte se subjektet të krimit të organizuar kishin ndërhyrë tek IKMT, që në atë kohë drejtohej nga Hoxha, për të mos prishur objekti. Gjoni ka qenë deri para disa kohësh me funksion drejtor inspektimesh pranë këtij inspektoriati. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.